Oriku është ngjitur në kategorinë e parë pasi ka triumfuar me shifra 3-0 ndaj Butrintit në finalen e Mirfield për vendin e parë në grupin B të kategorisë së dytë. Skuadra e Orikut ka dominuar ndeshjen e cila pati si protagonist portierin Bunkohev. Ky i fundit jo vetëm shënoi saktësisht 2 penallti gjatë ndeshjes, por edhe priti një të tillë të Butrintit, ndërsa Mirani shënoi edhe golin e tretë për vendasit. Si rrjedhoi, Oriku ja doli të kapërcente Butrintin në renditje, pikërisht në javën e fundit dhe të siguronte kalimin në kategorinë e parë. Oriku u shpalli dhe ekipi kampion i grupit B në kategorinë e dytë, duke siguruar kështu ngjitjen e të parën për sezonin e ardhshëm. Oriku siguroi vendin e parë në javën e fundit të kampionatit, teksa fitoi 3-0 ndaj Butrintit në këtë ndeshje vendimtare të luajtur në Orikum. Me këtë sukses, Oriku e mbylli sezonin në krye të renditjes me 46 pikë, duke lënë pas pikërisht Butrintin me 44 pikë. Pas përfundimit të takimit u organizua edhe ceremonia e dorëzimit të trofeut për ekipin kampion të grupit B. Kupa ju dorëzua skuadrës së Orikut nga zëvendës presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Geri Çipi. Me këtë sukses, Oriku do të garojë në sezonin e ardhshëm në kategorinë e parë. Tashmë Butrinti, Bylis B, Partizani B dhe Maliqi do të jenë 4 skuadrat që do të luajnë në play-off për ngjitje në kategorinë e parë.